Ato se çfarë po ndodh dhe si është tregu sot, kam kënaqësinë të kenë në studio Armand Shkëmbin, agent imobiliar. Armand, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Atëherë, sigurisht e përtej akuzave të cilat janë hedhur nga opozita, sot çfarë po ndodh në tregun imobiliar, pasi shohim disa çmime që deri diku janë edhe jashtë logjike. Janë absurde. Janë absurde për ekonominë e shqiptarit thjesht, sepse pagat janë rritur diçka ndër vite, por jo që të reflektojnë këtë rritje çmimesh. Pra, ne nuk kemi arsye të logjikshme për këtë rritje çmimesh. Cila do ishin arsye? Do ishin rritje e popullsisë, ndërkohë që ne kemi rënje të popullsisë. Duhet kishim rritje të rrogave 2 fishim, 3 fishim, derisa dhe çmimet janë 3 fishuar në 10 apo 15 vitet e fundit. Pra, këtu ka arsye jo racionale që çmimet vënë këtë nivel. Arsye të cilat unë nuk e di, po e di fare mirë që nuk janë nga nevoja reale e tregut. Spekulimi ndikon në këto rritje? Absolutisht. Spekulimi që në grop rishitja 6-7 herë deri tek fundori që merr atë kredin e ngrat në bank që lidhet me të 45 vjet dhe e lë trashëgimi edhe tek fëmijët derisa të paguajnë? E drejt. Pra, spekulimi këtu është bërë masiv. Për çdo kush që ka kursime në Republikën e Shqipërisë, emigrantët që janë ande jashtë, gjithkush që ka fitime nga biznesi vjen dhe investon në gropat e pallateve, sepse është krijuar miti që çmimet vetëm rriten dhe ti mund të fitosh. Pra ne jemi duke bërë një dëm shumë të madh ekonomisë, sepse nuk po diversifikojmë ekonominë, po çojmë 20% saj vetëm në gropa pallatesh dhe do ta vuajmë këtë në afat mesëm afat gjatë. Unë kam pasur biseda në fakt edhe me inxhinier ndërtimi, miqt, po të përmendojmë sigurisht janë edhe miqt tuaj. Më thonë që i kosto për 1 metër katror ndërtim në kryeqytet, edhe me atë çka mund ta cilësojmë propagandën që u bë për rritjen e çmimit të hekurit vite më parë, nuk shkon më shumë se 550 euro, më kanë thënë ata. Ësakt. Dhe nga 550 euro që bëhet ndërtimi, shkon në 1800 euro. Dhe sigurisht ky 3-4 fishim si vjen. Nuk është çështje kostosh. Nuk është çështje kostosh. Kjo është çështje kërkesë ofertë në treg. Tani kemi një kërkesë normale që duan njerëzit për banesë apo për investim për të lënë me qira, pjesa tjetër që është shumica është spekulimi. Pra, aty parkojnë lekët, aty fshejnë lekët, aty qarkullojnë lekët, aty investojnë lekët, është bërë kjo një lloj makinerie e madhe që thith 20% të ekonomisë shqiptare. Që nuk është e shëndetshme. Europa e ka diku te 6%, GDP-n pjesë të GDP-s të ndërtimit. Po rikthehemi diku tek Napoli dhe Sicilia para disa viteve, mund të themi, që u desh edhe hetimi. Ka pas Spanja të tilla raste ku tregu ka pas Amerika në 2007-2008. Ka pas dhe Amerika. Domethënë tregu fryhet në mënyrë të pashpjegueshme. Po ideja është kush po blen. Ishin këta që po them, pra, dikur fermeri në fshat, në vend që të shtoj lopët, vjen dhe i fut lekët tek gropa e pallatit. Një njeri që bën një biznes tjetër. Po se thot, me shtu, mora fermerin, po mund të marrë dhe agentin imobiliar, mund të marrë dhe berberin, këtë duash ti. Atë që ka një linjë prodhimi, është e vështirë të bësh biznes të prodhosh. Pse mos të fusim lekët gropa pallatesh, e të dy fishohen këto kur të mbaroj pallati në 2 apo 3 vite. Pra, gjatë si firmë piramidale, prandaj po pyet. Ka nuanca të firmave piramidale. Askush nuk bën pyetje. Ore, pse do rriten çmimet? Ku është populli që do banoj në përgjithë të banesa? Ka nuanca. Sepse nga raportet që vinë edhe nga Instat, nga raportet që vinë edhe nga organizmat të ndryshëm të Bashkimit Evropian, thuhet që Shqipëria ka një shpopullim masiv.